Një destinacion kryesor evropian për pushime mund të jetë në kërcënimin e një shpërthimi vulkanik. Santorini, një ishull në Egjeun Jugor, është një nga destinacionet kryesore të pushimeve të Greqisë, duke tërhequr rreth 3.4 milion turistë çdo vit. Por ishulli i ëndrave u krijua fillimisht nga një shpërthim vulkanik, dhe një seri tërmetesh në fillim të këtij viti i kanë bërë shkencëtarët të pyesin, ndërsa shpërthimi i fundit vulkanik në Santorini ndodhi në vitin 1950. Shkencëtarët thonë se ka patur një periudhë trazirash deri në vitin 2012. Një grup shkencëtarësh janë mbledhur aktualisht në bordin e anijës kërkimore britanike The Discovery dhe po studiojnë vulkanet nënujore të Santorinit nga afër. Ata thonë se vulkanet detare janë të afta për shpërthime vërtet të mëdha dhe shkatëruese. Sipas tyre, vulkani i Santorinit nuk pritet të shpërthejë menjëherë, por kjo duhet të jetë vetëm çështje kohe. Shkencëtarët aktualisht janë duke krijuar një hartë 3D që shpresojnë që do të ndihmojë për të parashikuar se kur mund të ndodhë një shpërthim. Gati gjysma 11.000 banorëve të ishullit u larguan nga Santorini gjatë tërmeteve në fillim të këtij viti. Bordi i turizmit i Greqisë ka thënë se ishulli tani është i hapur dhe funksionon normalisht, pasi mori dritën jeshile nga ekspertët.